Përshëndetje të dashur miq, ty kam sjell ashure, e kam përgatitur me grur të gatshëm, grano cotto quhet këtu, që përgatisim për pastiera napolitana. Doli vërtet fantastike, shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Po bon shikojeni me kujdes kavanozin, e gjeni në çdo supermarket të gatshëm. Në një tenxhere hedhim 300 ml ujë. Kjo është kavanozi me grurin e gatshëm, grano cotto. 580 gram janë gjithsej, edhim në një tenxhere, 100 gram sheqer kaf, 1 bisht kanelle, 3 bishta karafili, 1 dorë me arra, 1 dorë me rush të thatë, e përziejmë dhe i japim një valë. 4-5 minuta. Në një tas, një luk nise shte dhe 200 ml ujë. Mbasi ka zier pak, i shtojmë nise shten dhe i japim një valë. Pak kanel plur, e përzim mirë dhe e edhim në për tasa. I edhim pak kanel sipër, pak rush të thatë, unë e stolisa pak me sheg që t'i japi pak ngjyrë, këtu tek ne sot shi, nuk ka dritë shumë, lulet na i prishi breshri, kështu që nuk ka shumë bukuri video, por receta doli fantastike. Shpresoj që t'ju pëlqej, ju uroj një ditë sa më të bukur. Ciao, ciao!